Përshëndetje të gjithëve. Tani që jemi në kulmin e sezonit të plazhit, të gjithë mendojnë çfarë të marrin me vete që të jetë dhe e shijshme, por edhe të mos shpenzojnë shumë para në restorante dhe fast food-e. Sot do t'ju tregoj se si me pak miell, ujë dhe disa qofte shtëpie mund të përgatisni këto byreçka fantastike. Filloj me përgatitjen e brumit. Pak krip, diku te 400 gram miell dhe ujë derisa të formohet një brum i butë si byreku që përgatisim zakonisht, kuptohet. E përziej mirë derisa të formohet një brum i butë. I vendosim një tas sipër dhe e lëm të pushojmë për 20 minuta. Ndërkohë në një enë shkrim pak gjalp, që byreku të mos bëhet vetëm i butë, por edhe pak krokant, unë do t'i shtoj edhe vaj ulliri, të jetë i butë nga brenda dhe pak kërse nga jashtë. Bashkohet vaj i ullirit me gjalpin, ndërkohë ne tërhollim petën. Do hapim vetëm një petë, do përgatitet një brum si ai brumi sfoljat. E ndihmojmë me një seshte, hapim një petë paksa të madhe, të mendoni që është 400 gram e miell te kjo petë. Për 1 minutë ne e hapim. Është një petë normale që është e trash. E lyejm të gjithë sipërfaqen me gjalpin që shkrim dhe vajin e ullirit. I bëjmë këtë palosje në 3 pjesë, që çdo palosje të ketë vaj dhe gjalp në brendësi. Sërish e lyejmë me vaj ulliri dhe gjalp. Nëse i doni byreçka të buta, mund ta bëni vetëm me gjalp, por nëse i doni kërse, mund ta bëni dhe vetëm me vaj ulliri. E palosim në 4 pjesë. I lyejm të gjitha me vaj dhe gjalp. Edhe palosjen e fundit. Dhe sërish do ta lëm të pushojmë për 10 minuta. Ndërkohë që brumi pushon, ne do merremi me përgatitjen e qofteve. Në fakt unë kam marrë kërnacka, i kam të gatshme sigurisht për t'i bërë më shpejt. I presim në 3 pjesë, i bëjmë një shtypje në mes me dorë që të bëhen të rrumbullakta, por mund t'i skuqni edhe kështu si janë për t'i bërë byreçkat në formën e një cilindri. Por edhe të rrumbullakta mund t'i vendosni shumë qofte. I skuqim plotësisht qoftet. Qoftet do skuqen si veprojmë ne për qoftet zakonisht. E lyejm tavën me vaj ulliri dhe gjalp, por fare mirë mund t'i shtroni edhe letër kuzhine për mos të bërë tepsi pis. Peta ka pushuar mjaftueshëm. I shtojmë pak miell, nuk po i shtoj një seshte. Edhe sipër pak miell, do fillojmë ta tërhollim drejt këndore. Me rul vetëm 2 minuta kërkon hapja e kësaj pete. Pasi e hapëm mjaftueshëm, mund t'i japim formën që dëshirojmë. Unë disa byreçka do t'i bëj katrore dhe do t'i mbledh si zarf, ndërsa 2-3 byreçka do t'i bëj në formën e një cilindri. I lyejmë petat në këtë mënyrë, vendosim qofte në mes, e mbledhim në këtë mënyrë tamam si mblidhet zarfi, i palosim i ranët që mos të hapen dhe kështu si e kemi byreçkën e vendosim direkt në tavë. Kështu do vazhdojmë radhë me byreçkat, duke vendosur qofte në mes dhe duke i mbledhur në formën e zarfit. Si u thash më parë, këto petët e tjera unë do t'i hap në formën e një cilindri. I vendosim disa qofte, edhe një tjetër, i palosim, i bëjmë një tërheqje, i shtypim pak me dorë dhe direkt në tavë. Natyrisht që petët gjitha duhet të jenë të lyera
me vaj dhe gjalp, vetëm 20 minuta në pjekje në 200 gradë. Dhe ja, byreçkat tona me kërnacka janë gati, të pjekura ashtu siç duhet. Mjafton t'i lini pak të ftohen dhe t'i merrni me vete në plazh, duke krijuar një vak të plotë të shijshëm për të gjithë familjen. Nëse ju pëlqeu kjo ide praktike për këtë verë, ju lutem mos harroni të bëni një like videos dhe të regjistroheni në kanalin tim Pasion Kuzhine për më shumë receta.